Aktivizohet një pus nafte në fshatin Verri në Fier duke rrezikuar helmimin e banorëve që jetojnë në afërsi të tij. Mësohet se janë evakuar 15 familje në këtë fshat si pasojë e çlirimit të sasisë së madhe të gazit. Kam atje dhe toka ime pusin, ai për neve njëherë na bllokon na mbyt. Mbrëm çka ndodha? Mbrëm ai shpërtheu me gjithë naftë, me gjithë gaz, edhe pati edhe pension me squfur që siç e thon plejta parë. Edhe na bllokoi komplet. Ikëm u largua me mora nënën qorre, erdha tute motra që shpëtova jetën time. Që ka që kompani ka? Ja, kjo formë kanadezja, që firma kanadeze. Duhet i marrin masat që para kohe. Jo kur bëhet demi, kur bëhet rreziku i jetës. Rreziku është se banorët që janë përreth këtij pusi apo kulturat bujqësore që janë përreth këtij pusi do dalin jashtë loje. Pusi është aktivizuar gjatë natës dhe e vijon të çlirojë gaz në sasi të konsiderueshme, ndërsa është ndërprerë mësimi në shkollën e mesme Vasil Sota. Ka plasur tubë e gaz. Po shumë era. Çfarë u tham? Që të largoheshim. Nga ndotja e tepërt. Se ka plasur një pus nafte dhe klasat janë mbushur me gaz dhe nuk mund të bëjmë mësim për shkak të gazit. Pasi patëm disa probleme shëndetësore të nxënësit, komunikuam me drejtorinë arsimore, u vendos që për arsye të sigurisë së jetës së nxënësve ne të ndërprisnim mësimin për ditën e sotme. Grupi avarive të Bankers Petroleum po punon për bllokimin e pusit, ndërsa policia rendit ka vendosur perimetrin e sigurisë duke mos lejuar afrimin e banorëve të zonës deri në stabilizim të situatës. Nuk janë të pakta rastet në Fier ku puset e ndaluara janë aktivizuar duke rrezikuar jetën e banorëve. Kujtojmë këtu që rreth 3 vite më parë, po në këtë fshat një inxhinier humbi jetën në tentativë për të mbyllur aktivizimin e një pusi. Ndërkohë një situatë e ngjashme është paraqitur edhe në fushë marinës në fshatin Belin, ku shpërthimi i pusit rrezikoi jetën e banorëve, pasi ndodhej vetëm disa metra larg banesave. Një problematik kjo e denoncuar shpeshherë dhe nga banorët të zonës, pasi disa prej puseve ndodhen në oborret e banesave.